Gjykata e Apelit në Tiranë ka vendosur lirimin nga qelia të 5 protestuesve të arrestuar pas tubimit të opozitës më 17 prill. Ata kishin qëndruar në paraburgim për më shumë se 20 ditë, pas ndalimit nga policia për veprime të dyshuara të dhunshme gjatë protestës organizuar nga Partia Demokratike. Me vendimin e saj, gjykata ka ndryshuar masën e sigurisë, duke caktuar detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore dhe ka urdhëruar lirimin e menjëhershëm të tyre nga qelia. Ndaj protestuesve rëndojnë disa akuza, përfshirë kundërshtimi punonjësit të rendit publik, prishje e rendit dhe qetësisë publike, si dhe mbajtje pa leje të armëve shpërthyese dhe municionit. Sipas hetimeve paraprake, në dosje janë administruar edhe prova filmike që dyshohet se tregojnë përdorim të bombave molotov dhe lëndëve piroteknike, si dhe sulme ndaj institucioneve dhe efektivëve të policisë së shtetit gjatë protestës. Në vijim, të pandeurit do t'jenë të detyruar të paraqiten periodikisht pranë organeve të policisë gjyqësore, ndërsa hetimet për ngjarjet e protestës vijojnë ende.